Inceneratori i Fier do të rregjikohet sërish në shkallën e dytë të aperit posaçëm. Kjo është vendimarrja më e fundit e gjykatës së lartë, duke miratuar kërkesën e bërë prej dy palëve në proces, avokatëve dhe prokurorëve. Me këtë vendim, shkalla e tretë rrezon vendimin e mëparshëm të apelit të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, i cili kishte kaluar dosi në shkallën e parë. Shqyrtimi i akuzës do të realizohet nga një trup tjetër gjykuese, nga ajo që kishte marrë vendimarrjen e mëparshme. Për djegësin e Fierit, gjykata e posaçme dënoi ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka me 10 vite burg. Haxhillaku u dënua për shpërdorim detyrë me 4 vite. Klodian Zotu u shpalli pafajshëm me akuzën e korrupsionit aktiv, por u dënua me 2 vite për korrupsion pasiv, 7 vjet për skemë mashtruese dhe 8 vjet për pastrim parash. Pollum Babeshi u dënua me 3 vjet e 6 muaj, Erion Murate me 3 vite, Loren Dusha 7 vite, Albert Denizi po me 7 vite, ndërkohë që të gjithë përfituan zbritje nga 1/3 e dënimit për shkak të përfitimit të gjykimit të shkurtuar. Ndërkohë, 2 të dyshuar fituan pavajsinë. Bëhet fjalë për Arben Dervishe dhe Juri Meraj. Sipas PAK, për funksionimin e inceneratorit të Fierit janë paguar rreth 4 milionë euro, por në fakt në këtë impjant nuk është kryer asnjë punë.